Deputetja e Partisë Demokratike dhe kryetarja e Komisionit për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën, Ina Zhupa, ka reaguar ashpër ndaj përfshirjes së Sarandës në paketën e maleve, duke deklaruar se kjo skem nuk ka lidhje me zhvillimin apo rivitalizimin e zonave malore, por me gllabërimin e pronës publike dhe private. Qyteti i Sarandës tashmë nuk do të quhet një qytet bregdetar, por do të quhet një qytet malor, sepse është përfshirë në paketën e maleve. Pasi janë dhënë 5 investime strategjike që nga i famshmja pikë e vogël e Mirela Kumbaros në Manastir dhe me radhë, tani më e kanë përfshirë Sarandën edhe në paketën e maleve për dhuruar tokat tjera publike apo edhe private. Kjo tregon qartësisht që paketa e maleve nuk ka lidhje me propagandën për cilën u ndërtua për rivitalizimin e maleve, por ka lidhje me gllabërimin e pronës private dhe publike. Saranda është një perlë, Saranda ka potenciale të jashtëzakonshme për të zhvilluar, por duhet zhvillohet nëpërmjet biznesit të ndershëm, nëpërmjet njerëzve punëtor që të kenë mundësi që të zhvillojnë tokat e tyre, dhe jo nëpërmjet strategjive të vjedhjes të tjetërsimit të pronës publike dhe të pronës private. Zhupa u shpreh se Saranda, si një qytet bregdetar me potencial të jashtëzakonshëm turistik, nuk duhet të zhvillohet përmes investimeve strategjike dhe tjetërsimit të pronave, por nëpërmjet biznesit të ndershëm dhe mbështetjes së qytetarëve që punojnë dhe investojnë në tokat e tyre.